Është ulur ndjeshëm interesimi për vaksinim kundër fruthit dhe kollës së keqe. Institucionet shëndetësore ngren alarmin për paraqitje të epidemisë. Më së shumti prindërit refuzojnë t'i vaksinojnë fëmijët me vaksinën MPR, që është kundër fruthit. Sipas koordinatores për imunizim Aleksandra Grozdanova, imunizimi kolektiv arrihet me mbi 90% të vaksinuarve, ndërsa tek ne shifrat janë në nivelin e duhur. Për këtë thotë se kanë ndikuar dezinformatat dhe rrjetet sociale. Kemi disa komuna të Shkupit, komuna Qendër, Karposh dhe Aerodrom, që mbulimi me këtë vaksinë me të vërtet është shumë i ulët në 60-70%, dhe ajo që është me rëndësi që të dihet është se kjo na sjell në rrezik të lartë që përsëri të paraqitet epidemia e fruthit, deklaroi Aleksandra Grozdanova, koordinatore e imunizimit në Maqedoni. Përveç imunizimit të ulët me vaksinën MPR, interesimi vogël vitin e kaluar ka qenë edhe për vaksinën HPV, e cila mbron femrat nga sëmundjet kancerogjene. Nga UNICEF thonë se niveli i vaksinimit në vend me këto vaksina nuk është i kënaqshëm. Edhe pse kemi progres të vaksinimit këtu në Maqedoninë e Veriut, ende ekzistojnë boshllëqe. Që të arrihet imuniteti kolektiv, është i nevojshëm imunizimi prej 90 deri në 95%. Vitin e kaluar, mbulueshmëria me vaksinën MPR ishte 72.3%, që nuk është i mjaftueshëm t'i mbrojë fëmijët nga fruthi, sëmundje e cila lehtë transmetohet. Imunizimi me vaksinën HPV gjithashtu ka qenë i pamjaftueshëm, pasi vetëm 50% e vajzave janë vaksinuar, tha Leslie Miller, përfaqësuese e UNICEF. Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ngriti alarmin për numrin e vogël të fëmijëve të vaksinuar. Në javën e imunizimit, me qëllim të ngritjes së vetëdijes, Shtëpia e Shëndetit Publik ka organizuar vaksinim në terren në 39 vendbanime, si dhe do të kontaktohen prindërit të cilët nuk kanë imunizuar fëmijët.